Aisha radiallahu ta'ala anha thot e kum vetë Rasulin alayhi salam edhe i kum thënë ja Rasulullah, nëse e di që është nata e kadrit, çka më thon nda? I ka thënë Muhamedi alayhi salam, i ka thënë thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Më thon Allahumma ti je fals, kjo është tema jonë, bashkë një sonte. Qëta, me kuptu, ti je fals. E do në falën mua. E po ktheva njëherë që po kthehet në shumicën e vene, po kthehet që shto, ti je fals. E do në falën edhe falën mua. Mirë po, në arabisht ka, ghufirli, falën mua. Edhe kjo që e përmenëm sot, fa'fu anni, falën mua. Per po kthejnë e që po kthejnë. Dalimi është, jashtëzakonisht interesant, një dallimi mes ghufirli, falë mua, edhe afu anni, falë mua, për kthejmë ja kështu derisa të sqarojmë, është jashtëzakonisht shumë i madh. Kur të kuptojsh ta, e kupton që Rabbul Alamin natën e kadrit don me të falë ty, edhe don me të pasu për një mepë që na ha. Dallimi është vëllazër kur thash ghufirli, lutesh ti për veten tënde, me t'i falë Allahu subhanahu wa taala gabimet që i ke bërë ti. Kur thësh ti afu anni, falë mua, ke dyta që duhet me thonë natën e kadrit, i bjen vëllazni kur e bajmë në një gabim që gabimi nuk ka të baj me mu veç, ka të baj edhe me ty, edhe me atjetrin. Domthon një gabim që i ke hin hak një muslimanit ose një njerit, edhe nuk mundesh me mri atë njeri. Zakonisht për shembull, po folëm për veten tona, por na që mënove me këshillu musliman, ndodhet që në xhumë e them një gabim. Edhe njëri prej muslimanëve që falet këtu e ka mësuar ato gabim, edhe ajo ardhi vetëm një herë në xhumë, edhe u shku, edhe s'ka ardhur më kur. Unë nuk e kam më mundësinë me përmirësu veten tëme. Atë lutem na them afu anni, falë mua. I bjen sikur kur thua Allahu xhallahu ala, krye ti për mua. Çoja ato vërtetën atina. Ato që kum gabuane, çoja të vërtetën atina. Atina që kum hin hakune, e une asë njoma kune i kum hin hak, ktheja hakin. Atina që e kum ranu me fjalë, e që të shti asë nuk e njohma, ktheja atina atë knasi në zemrës tina, masë që une e kum ranu. Dhe më thonë, kur thësh ti u filli, e lutë Allahun për vetën të hanë me të falë. Kur thësh afu anni, është sikur kur thu, kryje ti për mua. Falma mua dhe kryje për mua ato që e kum gabuane të musliman. Për që ta është mirë që natën e kadrit me baki doa, me lutë Allahun xhallahu me na falë neve, edhe me lutë Allahun xhallahu që Allahu me na plotësu neve aty ku na nuk mujna me mri. Do të thonë, njëri për neve ardhe ka falë xhuman. Edhe unë e kum bani gabim, u kryma i gabim e ka marrë dunjan ma, nuk ka mundësi me kry. Unë asë një me atë musliman që ardhe ka falë xhuman. Tani them Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. I thu Allahu ti je fals, e don falën. Falë mua edhe plotësom atje ku unë kum gabu, edhe përcjell atë vërtetën atina që unë ja kum mësu sherrën, ose ktheja hakin atina që unë ja kum marr hakin, ose ktheja knasinë e zemrës tina atina që unë kum ranu me fjalën e tina. Kjo është ajo që duhet më lut natën e kadrit. E lutem Allahun xhallahu me na bëj për aty në muslimanëve që zon natën e kadrit për fond, ju them vllazni të mane me në për me natën e kadrit, për thamë kështu për më marrë vesh kështu. Natën e kadrit, vëzni, nuk e kena në eqna. Natën e kadrit, Allahu e ka bo për neve. Të më thamë, ti duhet me marrë se bepin për me zanë natën e kadrit. Ama për thamë, në qofë se jepi atyne që e meriton me zanë natën e kadrit, natën e kadrit ka me zanë ty. Edhe në qofë se më në është me ikë. Në qofë se jepi atyne që e meriton me të falë, Allahu azza wa jall